Do s'mare mirë në interesat LDK-s, kuptohet se ata e paraqesin tek e fundit i mbajnë interesat e veta dhe dojnë faktikisht me qenë edhe pjesë e qeverisë. Pse hynë sa njerëz në zgjedhje me pas fuqi? Për çka kanë hyrë këta në zgjedhje, mi fitu zgjedhjet, s'kan mujt kanë dalë tret, ata tjerë kanë dalë PDK-ja dytë, domethënë është një taktizim i partive. Kur gjë deri tash nuk përshot diçka të jashtëzakonshme kemi pas edhe përpara. Po pse duke kuptuar tani kemi mbërritur tek ideja, shembull këtu debatua a duhet të jepet kryeministri Partisë Demokratike ose jo. Ata kanë me kërku për arsye se u tha dhe më herët, në qoftë se është dash për kryeministrit Kurti pak qiten lajthitje që me thonë na po i lutim një herë, i lutëm dy herë, LDK janë qoftë se dojnë me paraqit që po e bllokojnë, edhe ata kanë me lyp kryeministrin. Edhe marrë mirë është me lyp faktikisht kryeministrin. Ta dim edhe një herë edhe përgjithë që LDK-ja është parti shtetëformuese. Ka udhëheqë edhe përpara me vendin, ka bo natyrisht gabime sikur edhe këta tjerë, pak ma shumë, pak ma pak, po aty dikun janë, domethënë, nuk është që ka qenë super mirë apo diçka, mirë po, ne duhet me ditë. Kur flasim për VV-n, reforma në drejtësi me parollën cilën kanë ardhur, ato kanë dështu komplet. Po kjo është çështje tjetër, jo, po flasim për negociata. Jo, dy çështje, kushtim që është shumë të rëndësishme për jetën tonë të qytetarëve. Janë reforma në drejtësi edhe është energjia. Pse tu ka shtetu ty energjia? Po du me ardhur te kjo pse duhet me udhëheq LDK-ja me kryeministrin. Për arsye se janë më të përgatitur me udhëheq venin. Për energjinë? Absolut, po ne kemi gazin mërë Amerikanë që nuk e kanë lënë me shti, na po e bojna, shumë të vogël këtë çështje. Ju lutem 16.1% është rrit energjia, njerëz po ankohen kem pas protesta. Domethënë duhet më ardh dikush që udhëheq qeverinë, është kryetari i qeverisë që din më udhëheq. Dy sene ku e kanë pas shumicën, edhe nuk kanë mujt me bu ndryshime në sektor të drejtësisë, reforma drejtësi, edhe domethënë në energji. Tash gjitha këto, tash edhe programet e tyne duhet me u pas se sa mundën me u përafru. Ju e dini LDK ka pas mjaft një program përgatitën edhe të mirë. Unë menoj që ata duhen me u taku, duhen me pa, po nuk duhen me hjek dorë nga kryetari i qeverisë. Për arsye se menoj... Jo, nuk është puna aja u jep, krenar, edhe nuk varet kjo as për meja, as për te. Kështu, e di, po për pikrisht, po për shata, që 11 herë krenar, po gjuna është qka po i bojt asoj Alpolina Haxhiut që kanë bot cirkus në Kosovë. Sikur kishin pas koalicion, ata mërmena që shkon problem. Jo, kishin pas koalicion. Po pse shpedojnë këtë parti të rëna? A mund të jetë kjo letër dhe ky komunikim që mund ta shbllokojë situatën në guvern? Absolut. A mund të jetë? Po mundet. Amo krenar, unë menoj që mas mirë është me marë, në qëfë se ata dëshirojnë, dojnë me qenë progresiv, unë e kuptoj se ata i kanë fitu 42.3%, edhe thojnë na kemi fitu shumicën, edhe pozicionin. Jëm partia e parë.